Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Kardinali amerikan Robert Prevost i Shteteve të Bashkuara të Amerikës zgjitet papa i 267. Ai do të njihet si Leo i 14. Është era e parë që në krye të Vatikanit do të qëndrojë një papa amerikan. Prevost e kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij si misionar në Amerikën e Jugut dhe së fundmi drejtoi një zyrë në Vatikan për emërimin e peshkovëve. Pritet që Prevost të vazhdojë të mbështetet në reformat e Papa Franceskut. Në intervistë për Vatican News, pak pasi u bë udhëheqës së dikasterit për i peshkvit, Prevost tha se konsideron veten misionar. Thirrja ime, si ajo e çdo të krishteri, është të jem misionar të shpallur ngjillin kudo që të jesh, deklaroi kardinali Robert Prevost. La pace sia con tutti voi. Paqja me ju të gjithë ishin fjalët e para të Papa Leo së 14 teksa u drejtua turmës në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Kjo është përshëndetja e parë e Krishtit të ringjallur, bariu të mirë që ka dhënë jetën e tij për Zotin, shpjegoi Leo i 14 përshëndetjen para besimtarëve. Zoti na do, Zoti i do të gjithë, e keqja nuk do të mbizotrojë, tha ai në italisht, teksa ju drejtua turmës së mbledhur në Vatikan. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Ne duhet të përpiqemi së bashku të jemi një kishë misionare, një kishë që ndërton ura dhe dialog, tha Papa Leo i 14 në fjalimin e tij në balkonin e Bazilikës së Shën Pietrit. Friedrich Merz zgjitet kancelari i ri i Gjermanisë. Fillimisht ai dështoi të marrë mbështetjen e nevojshme në raundin e parë të votimit. Në raundin e dytë kancelari konservator arriti të marrë 325 vota. Koalicioni i përbërë nga Kristian-Demokratët e Merzit, Unikoni Social-Kristian i Bavarisë dhe Partia Social-Demokrate e Qendrës së Majt do të qeverisin Gjermaninë për 4 vite të ardhshme. Kina i sanksionet për eurodeputetët. Presidenti e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, gjatë konferencës së udhëheqësve të grupeve parlamentare, njoftoi vendimin e Pekinit. Masat kufizuese u vendosën në mars të vitit 2021. Komisionet tona parlamentare duhet të jenë në gjendje të diskutojnë interesat europiane me homologët e tyre kinez pa frikën e pasojave, theksoi Metsola. Marrëdhënia jo me Kinën mbetet komplekse dhe shumëpalçe, shtoi ajo, duke paralajmëruar se mënyra më e mirë për t'i adresuar këto është përmes angazhimit dhe dialogut. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë një ftesë të drejtë për drejtë për shkencëtarët amerikan që ndihen të kërcënuar nga politika në vendin e tyre të zhvendosin punën në Bashkimin Evropian. Ajo ofroi mbështetje konkrete duke përfshirë financim, kontrata më afatgjata dhe më pak burokraci për ulëmtuesit. Më shumë se kur ne duhet të mbrojmë shkencën, një shkencë që është universale, e ndarë nga i gjithë njerëzimi dhe që na bashkon, deklaroi von der Leyen në një fjalim të mbajtur në Universitetin La Sorbonne në Paris. Administrata Trump ndërmerr hapa për të bllokuar financimin e ri federal për Universitetin e Harvardit, duke akuzuar për mos respektim të ligjit federal. Sekretare e arsimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Linda McMahon, njoftoi presidentin e Harvardit, Allen Gerber, për vendimin. Kjo letër është për të informuar se Harvardi nuk duhet të kërkojë më grante nga qeveria federale, shkroi McMahon. Vendimi vjen pas disa muaj shqyrtimi mbi protestat në kampus në mbështetje të palestinezëve të cilat kanë shkaktuar reagime më të gjëra politike. Presidenti SBA Donald Trump dhe aleatët e tij kanë akuzuar universitetet elitare se mbajnë një ideologji të zgjuar dhe se nuk kanë arritur të mbrojnë studentët e brejnë. Deri më sot qeveria ka ngrirë $2.2 miliardë fonde shumëvjeçare dhe rreth $60 milion nga kontratat aktive. Harvardi po e kundërshton ngrirjen e fondeve në gjykatë duke argumentuar se veprimet e administratës shkelin garanci të amendamentit të parë për lirinë e fjalës. Thellohet përplasja ushtarake midis Indisë dhe Pakistanit. Qeveria indiane tha se kishte nisur një operacion me raketa kundër 9 objektivave terroriste në pjesën e Kashmirit kontrolluar nga Islamabadi. India tha se kishte goditur infrastrukturën e përdorur nga militantët lidhur me masakrën e turistëve më 22 prill në Pahalgam në Kashmirin e kontrolluar nga India. New Delhi akuzon Pakistanin për mbështetjen e sulmit në Pahalgam, gjë të cilën Islamabadi e mohon. Ushtria indiane pas sulmeve në 9 lokacione nënshkroi një postim në rrjetin social X se drejtësia është vënë në vend. Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dare, quajti sulmin e fundit me raketa indiane një shkelje flagrante të sovranitetit Pakistanit. Sipas ministrit, bastisia ka rrezikuar paqen rajonale. Ai paralajmëroi se Islamabadi do ta mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial me të gjitha mjetet. Zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze, Ahmed Sharif, tha se raketat indiane goditën 6 lokasione në Kashmirin administruar nga Pakistani dhe në provincën lindore të Punjabit.
Zyrtarët indianë thanë se Pakistani qëlloi me raketa dhe drone instalimet ushtarake në Indi dhe në Kashmirin administruar nga India. Islamabadi e mohoi këtë pretendim duke akuzuar New Delhin për përhapje të dezinformatave. Ushtria e Pakistanit tha se rrëzoi 16 dronë brenda vendit të njëjtën, ndërsa Ministria e Mbrojtjes e Indisë tha se kishte neutralizuar një sistem mbrojtjeje ajrore në Lahore dhe kishte shkatruar drone pakistaneze të vendosur në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënuan sulmin e Indisë me Pakistanin. Presidenti Donald Trump tha se ky ishte një turp. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. E dëgjuam më njëherë sapo hym në zyrën ovale. Mendoj se njerëzit e dinin se diçka do të ndodhte bazuar në pak histori. Ata kanë luftuar për një kohë të gjatë, presidenti amerikan duke shtuar se shpreson që kriza do të përfundojë shumë shpejt. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përshëndet marrëveshjen me mineralet të miratuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas një bisede telefonike me Donald Trump, kreu i shtetit në Ukrainë tha se nuk ka pasur kurrë një marrëveshje kaq premtuese ekonomike në marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo është një përpjekje e përbashkët investimi me SBA-n për dekadat e ardhshme. Aktualisht ai formon një bazë të fortë për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe në planin afatgjat. Ofron një mundësi për Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik me përfitim të ndërsjellët për të zhvilluar industri dhe për të krijuar vende pune në të dy vendet si dhe për të siguruar përparim teknologjik, shkroi Zelensky, ndërsa nuk nguan thirrjet për një armpushim tridititor pa kushte nga Rusia. Presidenti i SBA-s Donald Trump bën thirrje për një armpushim tridititor pa kushte midis Rusisë dhe Ukrainës, duke thënë se ai duhet përfundimisht të çojë drejt një marrëveshjeje paqe. Shpresojmë që do të respektohet një armpushim i planueshëm dhe të dy vendet do të mbahen përgjegjëse për respektimin e këtyre negociatave të drejtpërdrejta, tha Trump në platformën e tij Truth Social. Ai paralajmëroi se nëse armpushimi nuk respektohet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tyre do të vendosin sanksione të mëtejshme. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.